Kryeministri Edi Rama gjatë vizitës së tij në Kinë u prit në një takim dypalësh nga kryeministri kinez. Kryeministri Rama falenderoi kryeministrin kinez për mbështetjen që vendi i tij i ka dhënë në zhvillimin e disa projekteve të rëndësishme që kanë të bëjnë kryesisht me zhvillimin e infrastrukturës dhe bashkëpunimin në fushën e tregtisë dhe ekonomisë. Kryeministri Rama theksoi se marrëdhëniet mes dy vendeve janë të jetëmisore dhe u angazhua për të intensifikuar ato edhe më shumë në të ardhmen. Kryeministri shqiptar u ndal edhe në zhvillimet më të fundit në Ballkan, rajoni i cili në 100-vjetorin e fillimit të luftës së parë botërore po përjeton periudhën e parë të paqes dhe bashkëpunimit rajonal. Në këtë këndvështrim, zoti Rama theksoi se projektet e diskutuara edhe gjatë takimit në Bukuresht, projekte rajonale që zhvillojnë infrastrukturën dhe ekonominë, mbeten prioritare për vendet e Ballkanit dhe përbëjnë një mundësi të shkëlqyer për të përfituar mbështetjen konkrete kineze. Kryeministri kinez shprehu kënaqësinë që pas takimit të zhvilluar nëntorin e vitit të shkuar në Bukuresht, kishte mundësi të priste kryeministrin e Shqipërisë në Tianjin, qytet i cili këtë vit mirëpret edhe forumin veror të Davosit. Kryeministri kinez, pasi përgëzoi qeverinë shqiptare për marrjen e statusit të vendit kandidat në Bashkimin Evropian, theksoi se qeveria e tij mbetet e angazhuar për të mbështetur Shqipërinë dhe rajonin në zhvillimin e fushës së energjisë, infrastrukturës, arsimit dhe ekonomisë. Kryeministri kinez shprehu kënaqësinë që shumë nga projektet e diskutuara në takimin e mëparshëm janë duke ecur në drejtimin e duhur dhe nënvizoi rëndësinë që sipërmarrësit kinez dhe shqiptar të intensifikojnë bashkëpunimin dhe vizitat e ndërsjellta mes dy vendeve, sidomos duke pasur parasysh marrëdhënien e veçantë mes dy vendeve tona. Kryeministri Rama shoqëroi në këtë takim nga Ministri i Zhvillimit Ekonomik, Tregtisë dhe Sipërmarrjes Arben Ahmetaj, Ministri i Energjisë dhe Industrisë Damian Gjiknuri, si edhe Ministri i Arsimit dhe Sportit Lindita Nikolla. Ndërkohë që në delegacionin kinez merrnin pjesë edhe Ministri i Jashtëm, Ministri i Tregtisë, kryetari i Bashkisë së Tianjin dhe sekretari i përgjithshëm i Këshillit Shtetëror Kinez.